بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فكبره تكبيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فكبره تكبيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فكبره تكبيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروار جمرلي kjo është bajrami dhe kjo është festa e besimtarëve pas një muaj agjërim, pas një muaj kontribut, pas një muaj mund, pas një muaj adhurim ndaj Zotit Gjelle Gjelalu. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam I ka mësuar muslimanët që të festojnë pas veprave të mira. Andaj ka thënë alaihi salatu wassalam se neve na I ka zëvendësuar Allahu Gjelle Gjelalu me dy bajrame të gjitha festat e xahiletit që I kanë pas njerëzimi. Andaj besimtari ka të ndaluar dhe haram ditën e bajramit me agjërue, që të manifeston dhe ta shfaq domosdoshmërisht gëzimin e tina. Andaj kjo është prej begative të llojit Allahu te bareke ve teala. Mirë po të nderuar xhamatli, agjëruam 30 dit, një muaj, apo varësisht sa qëllon muaj 29. Zoti jon Gjelle Gjelaluhu na ushtroi dhe na kaliti dhe na stërviti për një muaj, që t'jemi të gatuar për 11 muaj të tjerë, që t'i rrim besës Allahu Gjelle Gjelalu, që t'jemi besnik me Zotin ton te bareke ve teala, që të vazhdojmë ta respektojmë dhe ta madhrojmë Zotin ton Gjelle Gjelalu. E bëm agjërime dhe I bëm taravih dhe I bëjmë lutjet dhe I bëm të gjitha gjërat që na I kërkoi Allahu subhanahu ve teala, dhe kjo ishte një mbushje dhe një zbrazje takatit. Ne duhet pas bajramit vazhdojmë me vepra të mira të nderuar xhamatli. Ne duhet të vazhdojmë me namazë dhe me zekate dhe me gjëra vullnetare të cilat I bëjmë për hir të Zotit subhanahu ve teala. Andaj let jetë ky bajram një lloj pushimi I vogël, një lloj marrje e fuqive dhe rifuqive të cilat ne I harxhuam sadopak në Ramazan, që të vazhdojna me farze pas Ramazanit. Të nderuar xhamatli, për çfarë do të dalim pas këtij Ramazani? Me çfarë do të vazhdojmë pas këtij Ramazani? Çka na mësoi neve ky Ramazan që e kaluam? Çfarë mësime ne do t'i jetësojnë ato pas bajramit? Të nderuar xhamatli, Allahu na tregoi në Ramazan se uji dhe buka e njëjta e cila shfrytëzohet pas Ramazanit dhe para Ramazanit është e njëjta, mirë po kur ngohet Allahu ka tjetër shije.
E njëti njëti ushqim është. Mirë po kur e ban duke e ngu Allahin ai bëhet iftar. Kur e përdor duke e ngu Allahun ai bëhet sifir dhe ka shidet dhe ka shihret. Lezeti kësaj bote është kur ngohet Allahu. Kënaqësia e kësaj bote është kur sfizohet begatia, çish ka thënë Zoti xhel xhelalu. Kënaqësia e jetës në këtë dunja është kur ti bindesh Allahu xhelal në përdorimin dhe konsumimin e të mirave. Të gjithë njerëzit konsumojnë të mirat. Të gjithë robët e Zotit xhel xhelal i konsumojnë begatitë e Allahut, ama besimtari jo i veçantë, se besimtari dhe të mirën e Allahu e përdor çfarë? Çish i ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye nëse doni pas Ramazanit me e pas kënaqësinë e kësaj që e përjetuam në Ramazan, vazhdoni me u bind Allahu xhel xhelal, vazhdoni ti respektoni urdhat e Allahu subhanahu wa taala. Jeta e mirë të nderuar xhamatli, asnjëherë s'është bërë në mëkate. Jeta e mirë asnjëherë nuk është bërë në gjuna. Të gjithë gjunaçarët do të pendohen, në dunja apo në ahiret. Të gjithë mëkatarët do t'i bijnë pishman. Mirë po i lumi ai i cili i bjen pishman në dunja, i lumi ai i cili kthehet Allahut në dunja, i lumi ai i cili kthehet përmendjes së Allahut në dunja. Për këtë arsye le ta marrim nga ky Ramazan një mësim shumë e rëndësishëm për neve, që të vazhdojmë jetën tonë duke organizuar çish ka thënë Zoti jon te bareke ve teala. Ani përdore të mirën, ani përdori begatit, ani përdori dhe ushqimet, ama në halal. Përdori duke e respektu Zotin e madh te bareke ve teala. Allah në Ramazan nuk na la pa bukë. Allah në Ramazan nuk na la pa ujë, mirë po vetëm e rënditi me një formë tjetër. Për këtë arsye Allah kur nuk le pa risk, Allah kur nuk le pa furnizim. Mirë po thot ngojë muaj të përdore mirë. Sikur që doktori thot unë nuk la pa bukë, unë nuk la ty e pa atë çka e ki domosdoshme, mirë po merren pak. Dush me ja përshtat pak shëndetit tanë, dush me ja përshtat pak imanit tanë, dush me ja përshtat pak asaj e cila të bën ty dobi. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, mos të dalim prej këtij kursit të madh, një muaj pa mësime, mos ta përfundojna këtë gëzim, ne duke dal të lodhur për këtë Ramazani, por le dalim të mbushur, dhe tjetra të nderuar xhamatli, prej mësimet se duhet ta kish përcjell neve Ramazanit tek neve, cila ne tani më nuk do ta xhorojmë farz. Mirë po, a nuk duhet të me të lanë kjo gjurë morali? A nuk do andash Ramazani me të ndru karakterin? Po të ndëruar xhamatli, duhet pas Ramazanit, nëse të shet dikush me thonë që ki pas ka ninu 30 dit, qysh me vorejta që ki ninu ti 30 dit? A shkrum bal që ki ninu e? Jo, ku shkrum karakter? Kur ti nuk vjedh në pazar, kur ti i sjellshëm, kur ti ki gjutë mirë, kur ti nuk përdor fjalë të liga, çka thonë njerëzit që ki pas ka agjërue, që ki pas ka ninu për një me, që ki për një me pas ka respektu Allahu gjatë 30 ditë, se po vorejet për sjelljeve, po vorejet prej karakterit tina, po vorejet nga tërçenja e tina se që ki pas ka agjërue. Ju s'keni mundësi me gojë mi kallzu dikuj që keni agjërue, kallzoj me vepra, kallzoj me karakter, kallzoj se musliman, se ti ju ki bind Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar xhamatli, jo të gjithë e perceptojnë Allahun siç e perceptojnë muslimanët, ama të përbashkëtë në moralit, kejtë e din kur zvjedh se s'ki vjedh. Kejtë e din se kur je i sjellshëm, edhe ai çka pa besimtar thotë çka sjellje e mirë, që kjo nuk kanë, që kjo janë korrekte. Kur të jetë korrekte. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e bëri adhurimet që të reflektojnë në sjellje. Për këtë arsye pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam, Zoti i madh xhelle xhelalu, ja kishte bërë lavdrat të regjistruar deri në ditë Kiametit. Cilën lavdrat? Ai tha Allahu xhelala pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam me një ajet, ti agjeron shumë. Gjeje një ajet në Kur'an ku Allah i thot ti falësh shumë, ti ban hax shumë. Jo nuk ka, megjithëse këti ka bo Muhamedi alayhis salam. Mirë po, për shkak se bota s'ka mundësi me lexu gjithmonë Islami prej mrena, ai lexon pi për jashtë. Çuçi lexon pi për jashtë? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Le ta lexoje si të cili njeri karakterin ty o Muhammed, le ta mate me çka doje, ka me pas se ka mi dal karakteri mirë. Le të mate cilën ndol çka ka ndarë në moralit mirë, kimi dal njeri mirë. Andaj të nderuar xhamatli, nëse ne dojmë me dëshmue apo ta testojnë vetvetin, a na u ka bo kabull Ramazani? Ne jemi në ditë gëzimi, mirë po, duhet me pas besimtarë dhe këtë brengën, a mu bo kabull 30 ditë. Gjitha to syfira i bana, gjitha to iftara, gjitha to taravia, ato lutje, ato sejde, ato ruku, ato sadaka, këtë këto, a i bani Allah i kabull. Qysh ta dim të ndëruar xhamatli? Këshyre, testoje vetën, qysh ki me vazhdu mas Ramazanit? A ki me harru Allahin? A ki me harru hayya ala salat me arë prap në gjami mu fal? A ki me harru jetimin? A ki me harru të varfërin fukarajan?
Po këtë arsye të nderuar xhamatli, le të reflektojmë, le të jemi ngacmu pikë të Ramazanit, le të jemi prek në ta kishlan ka një shenjë Ramazani që ne me të vërtet 30 ditë e një muaj, e 29 ditë ne e kemi bë i tat Allahu xhelal xhelal. Ju kemi bind Allahu subhanahu wa taala. Dhe të nderuar xhamatli, për mesazheve që neve Ramazanin ai ka lënë, cilat janë të nderuar xhamatli. Shikone, gjithçka të nderuar xhamatli, shidetin dhe shihretin dhe mirësinë ja jep xhamati, uniteti, për ta përçu këtë mesazh të secili individ, se nëse përçahet, e nëse grindet, edhe nëse ka zanka, s'ka mundësi me shiu kur gjo. Andaj Allahu gja e boni agjërimin në mënyrë të përbashkuar. Tha Allahu gja, ja ejuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, këtë në thiri Allahu, kutibe alejkum, juve bashk ju ka shkuj, s'ka thënë kutibe alejke, jo, juve bashk ju ka boj agjërimi, obligim. Shiko bajrami, ku e merë bajrami shidetin? Të bashkësia, të tërsia. Mos me pasar këtë, a kish pas bajram? Me ardhvesh dy veta, ka bajram? Jo, bajrami bëhet me grumbull. Ramazani u bën grumbull, Taravia u bën grumbull. Që na kallzoi Allahu neve se ju jeni ummet, dhe si ummet du të me funksionue. Nuk ban besimtari asnjëherë shije me e prish tërsien e bashkësisë muslimanëve. Allahu xhelalu ala kënaqet kur i sheh musliman bashk dhe i dhnohet kur i sheh musliman të ndarë. Ai i cili kënaqet që mi pa musliman të ndarë të ndëruar xhamatlia di kush o shejtani dhe ata të zot e ndjekin shejtanin. Andaj le ta marrim nga ky Ramazan se lezeti të ndëruar xhamatlia është me nejt në bashkësi. Ani le të jetë edhe mëkatar, ani le të jetë edhe gjunahçar. Mirë po, çfarë e bën të mirë Ramazani? Çka e bani? E bani bashkësia. Allah thot në Kur'an, "Wala tafarraqu", mos u ndani, mos u borçani. Uniteti e ban lezetin dhe e ban kënaqësinë. Uniteti jep shidet çdo adhurimi. Uniteti të ndëruar xhamatli e bën që muslimanët gjithmonë me kanë trup i fortë edhe i pathyeshëm. Po këtë arsye, le të dalim pikë këtij Ramazani me mësime të fuqishme që të na marrë bateria edhe 11 muaj tjerë. Edhe 11 muaj tjerë. Andaj le të dëshmojmë se e kemi kuptuar mirë çka do të thonë Ramazan. E kemi kuptuar mirë çka do të thonë me agjërue. Le ta njohim Zotin. Çka të bani me agjëru të ndëruar xhamatli? A nuk ka besimin Allah? Mos mi besu Allahit, a mund agjeron? A ka kudret njerëzor? A ka ligj njerëzor? A ka kushtetut njerëzore që ka mundësi njerëzit për një ditë, për një dakik, mi shti ketë me lanë sifirin? A ka? S'ka ndonjë hiç, lexo sa të dush. S'ka hiç, veç në Islam. Kjo çka e ban? Kjo të kallzon kudretin edhe fuqinë që ta jep imani. Andaj ushqeje këtë iman, ushqeje këtë besim, ushqeje këtë tauhid në zemrën tënde, se ajo që të ka bë ti me ninua, besimi jot se Allahu të mpahe, se Allahu ma ka obligu, jo njerëzit se për njerëzit e prishin dakik, për njerëzit e baj, apo mini harpi uj, ama e ka bë Allahu subhanahu wa taala. Andaj ushqeje këtë besim, kallzoju njerëzit se i beson Allahit me adhurimet e tua, me sjelljet e tua, me karakterin tan. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, Ramazani ka ardhur me një varg mësimesh që nuk duhet t'i harrojmë, dhe e fundi për tyre cila Allahu ajo që na e bojna pak para Bajramit, cila ajo të nderuar xhamatli, az-zakatul fitr. Këtë qëllimi i Ramazanit të ndëruar xhamatli, Allah i ka kallzu pak para se marr Bajrami. Çka ki bë pak para se marr Bajrami? E ki paguajt vitrat. Çka janë vitrat të ndëruar xhamatli? Fitrat janë pastrimi i Ramazanit, që do me thonë se Ramazani ka pas për qëllim pastrimin, po nuk ka pastrum. Këshire zemrën tane, kitë ki uj i Ramazani ka kalue, ata ka pastru zemrën. Sa adhurimet janë bo, sa uji ka kalu, sa sapuni, sa detergjendje, sa mjetet pastruse, a kanë arrit me pastru zemrën tane? Kad efleha men zekkaha, me dëvërtet ka shpëtuar aj i cili e ka pastru vetë vetën. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu, në këtë ditë të Bajramit, ditë të gëzimit të muslimanëve, Allahu ta këtë bo kabul për neve Ramazanin, ja Rabbal Alamin. Gjdo agjërim, gjdo sifir e gjdo iftar, gjdo taravi dhe gjdo lutje dhe gjdo dua, gjdo ruku dhe gjdo sejde, Allahu ta këtë pranu për neve, ja Rabbal Alamin. Gjdo gabim që ka e kena bo, gjdo gjunat që e kena bo, që na nuk e bojna gjunajn as njëherë për me e shkel madhnin e Allahit, por e bojna pse nefset të tona janë të dobta, se epqet të tona janë të fuqishme. Na nuk e bojna as njëherë për me e rezistue urdhin e Allahut, por e bojna nga dobësia jon. E lusim Zotin e
madh Allahu kitta gjunaat tona af edhe maghfirat t'i ban ya rabbal alamin. Elusim Zotin e madh xhel xhelalu që Allahu musliman kudo që janë në lindje dhe perëndim, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkra, Allahu t'i mëshiron. Elusim Zotin e madh që Allahu t'i gëzon këtë shtëpitë e muslimanëve, të gjithë jetimat e muslimanëve, të gjithë të vejat e muslimanëve, të gjithë të dobtit e muslimanëve, Allahu të mbjell gëzim në zemrat e tyre. Elusim Zotin e madh xhel xhelalu që Allahu na mundson me përjetu shumë Ramazana duke qenë me shëndet edhe me iman edhe në siguri. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhel xhelat na mundson që të jetojmë si musliman, të rritem si musliman dhe t'ja japim shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتراويحنا وسجودنا وركوعنا وتلاواتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا عن خطايانا، كفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا جميع ذنوبنا. اللهم أفرح قلوب المسلمين يا رب العالمين، أفرح قلوب يتامى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نعوذ بك منك يا رب العالمين. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وإيمان وأمن وأمان يا رب العالمين. اللهم أينما كانوا المسلمون اللهم فكن معهم يا رب العالمين، خاصة المستضعفين منهم، خاصة اليتامى منهم، خاصة الشيوخ منهم والعلماء منهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ولا تردنا صفرا يا رب العالمين. اللهم لا تردنا صفرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنان الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.